Tirana po tërheq vëmendjen e mediave ndërkombëtare për transformimin e saj të shpejtë. Në një reportazh për Travel Week, gazetari Tim Johnson përshkrua ndryshimin e kryeqytetit shqiptar më shumë se një dekadë pas vizitës së tij të parë. Në qendër të vëmendjes është sheshi Skënderbej, I cili sot paraqitet krejt ndryshe. Nga një atmosferë dominuar nga trafiku dhe parkimet, ai është shndruar në një zonë të madhe publike me gjelbërim, restorante dhe ambiente të mbushura me qytetarë dhe turistë. Shumë gjëra kanë ndryshuar këtu, I thot gazetarit një kalimtar, ndërsa I krahason Tiranën e sotme me atë që kishte parë në vitin 2014. Reportazhi ndalet edhe tek rrokaqejtë dhe ndërtesat moderne që janë shfaqur në horizont, duke e bërë ndryshimin urban edhe më të dukshëm. Por Tirana e re bashkëjeton me gjurmët e së kaluarës. Johnson viziton shtëpinë me gjethe dhe bunkar të dy, duke sjellë në vëmendje historinë e diktaturës komuniste dhe izolimin e vendit për dekada. Ndërkohë, zona të dikurshme të zymta të qytetit janë kthyer sot në hapësira me bare, galeri, butik dhe restorante. Vëmendje I kushtohet edhe turizmit, I cili po rritet me shpejtësi dhe po sjell gjithnjë më shumë vizitorë nga Europa dhe Amerika e Veriut. Një tjetër zhvillim I rëndësishëm është fluturimi I ri direkt Toronto-Tiranë nga Air Transat, që pritet të rrisë interesin e turistëve kanadesë për Shqipërinë. Për Travel Week, Tirana është sot një qytet që ruan kujtesën e së kaluarës, por njëkohësisht po ecën me ritme të shpejta drejt një të ardhmeje moderne.